Dhe ja ku jemi të rubrika jone e fundit, tek kuzhina. Nutricionistja dhe dietologja Alberina Shabani Lazi do të na sjellë sot një super iftar. Të gjithë ju të cilët ende nuk e dini saktë se çka do të gatuani nesër, ju kisha rekomanduar me marr kimikin, lapsin, letrën edhe me shkru ose ruani aty të save video këtë recetë, sepse përveç është shumë e shëndetshme, është edhe shumë e shijshme, por mbi të gjitha është shumë e shpejtë. Një recetë që kur keni mysafir për iftar, do të dilni faqe barë, sepse është një recetë shumë e mirë. Unë nuk do të rri këtu gjatë kohës sa gatuan Alberina Shabani Lazi, sepse këtë ja kam premtuar prej javës kalure, deri të përfundoj Ramazani, unë nuk do të rri këtu, sepse me që agjeroj, nuk du me sforcu veten me po ato ushqime ashtë të shishme, edhe me qëndrua afër saj. Kështu që bashkë me juve do ta shikoj dhe do ta shijoj recetën që gatuan nutricionistja jon Alberina Shabani Lazi. Me këtë rubrik, unë ju përshëndes, apo të përfundon rubrika e Lenës, unë juftoj që të vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal 10 dhe me të gjitha emisionet që kolegët tanë kanë përgatitur, ndërkohë juftoj që të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale në Facebook, Instagram, TikTok, mbi të gjitha në portalin Familja Jon 24/7 që jemi pranë juve. Ndërkohë të gjithë ju të cilët dëshironi të bashkëpunoni me produksionin Familja Jon, juftoj të na shkruani edhe në emailin portali familjajon@gmail.com, aty ku mund të kontaktojmë që së bashku të kemi një rrugtim në biznesin tuaj. Nëse keni një spital, një klinik, një ordinancë, një shërbim shëndetësor, nëse jeni në shërbim të komunitetit dhe dëshironi ta promovoni biznesin tuaj, mjafton të na kontaktoni përmes emailit apo rrjeteve tona sociale në mënyrë që ose të vini ta prezentoni biznesin tuaj në studion e Familja Jon, ose ne mund vim tek biznesi apo kompania juaj që të bëjmë një prezantim televiziv të gjithë asaj se çka ju shërbeni, se jo edhe përmes informacioneve dhe lajmeve në portalin Familja Jon. Të gjitha këto mundësi i gjeni duke na kontaktuar dhe duke rrugtuar së bashku me produksionin ton. Ju lë tash në shoqërinë e nutricionistes Alberina Shabani Lazi. Përshëndetje të dashur miq, jemi sërish bashkë te kuzhina e familjes, në momentin që i qas dorëzat, edhe djemët edhe jo e dini që kam e përgatit diçka për me hongër, po faktikisht sot jom vetë, për shkak që është Ramazan edhe duna me përgatit diçka më jep me veti, se faktikisht shumica stafit veç agjerojnë. Kemi gjatë para Ramazanit edhe gjatë Ramazanit në epizodet e kalume, kemi folë për komplet benefitet e agjerimit, kemi folë për benefitet komplet pse muaj i Ramazanit, çfarë ndikimi ka, pse është një muaj, edhe mendoj që keni material të mjaftueshme me pas një orit mjaftueshme për benefitet kryesore, po dhe jemi fokusuar me receta kryesisht të shpejta për syfër, ose ndoshta edhe shujta që ju duhen pas iftarit ose edhe në syfër, edhe kemi pas kërkesë se ç'është duhet me kanë një vakt kryesor ose një iftar i kompletuar me vlera ushqyese, edhe sot dhe zgjedha që atë kërkesë m'ja u plotsu juve. E kam thënë sa herë që një iftar ideal duhet të jetë i kompletuar me vlera ushqyese që përfshin makro dhe mikronutrientet, që me fokus kryesor të jetë proteina, pastaj karbohidratet dhe yndyrnat e shëndetshme. Në këtë rast për protein kemi përzgjedh mishin e koq, një prej formave ma të përshtatshme dhe ma shpejt që gatuhet edhe mu m'pëlqen faktikisht, është forma e mishit koq, është gatimet me mish të blume. Pastaj e kom kombinu me perime, të cilat gjithashtu përmbajnë fibra dhe protein bimore me vitaminat edhe mineralet në masë të madhe që janë për shembull si te patatja, realisht duni me pas kujdes që patate me pas sasi sa më të vogël, jo shumë, andaj e kemi karrotën, domaten dhe si perim të sezonës, po jo më pak i rëndësishëm, është edhe preshi. Unë e preferoj shumë preshin si në supa, si në salata, si në gjella, edhe prej melmesa kemi zgjedh magdanozin,
Sot kemi me bu qofte me perime, edhe këtu e kemi sosin që e kemi pregadit në epizodet ma hershme, këtu në edicion, në kuadër kuzhinës familjes, që është sos me perime, me domate, kuqe, me spec, me karot, me qep, e kemi pregadit paraprakisht, e kemi konzervu edhe e kemi rujt, dhe sot e kemi marrë për me shfrytzu. Gjithashtu këtë vak, kemi mundin me shoqëru me salat, ose përderi sa kemi perime mjaftueshëm në tovë, atëherë unë preferoj me shoqëru me salat të lakrës, ose lakër turshi, ose salat të lakrës që faktikisht edhe këto e kemi pregadit në kuadër të emisionit. Pse lakër? Për arsye se përmban sasi të lartë. Më thënë lakrën turshi kemi pregadit kuadër të emisionit edhe e kemi të gatshme sot, gjithashtu edhe ju mundi me pas gatshme në shtëpi, ose salatën e lakrës, gjithashtu edhe për salatën e kombinume me perime, mundi me gjetë recetën të familja jonë, do më thënë këtu i kemi të gatshme. Atër pa u pëku, na po vazhdojmë me pregaditjen e recetës. E di që nashta është një prej vakteve që mas shumë të i pregaditim edhe në shtëpi, po ideja pse do është të mendo me juve është mënyra do më thonë se qysh me pregadit edhe qysh mi kombinu. Domatja përmban sasi të lartë të likopenit, për mja vetë mundësim pishtypar, edhe format zakonisht të një bëj sa ma të mdoja, se sa ma shumë prirje që bojmë, qaq ma shumë i hupim vlerat ushqyse. E kemi thonë që domatja përmban sasi të lartë likopenit, gjithashtu ka dhe minerale, edhe në këtë rast, përderi sa jemi agjerushëm, i marim vlerat ushqyse të mjaftueshme prej domatës. Ta shkoj me karotën. Karota pas që është e pastër, kemi pastru mirë, nuk ka nevoj me qëru, për shkak që kryesisht fibrat i ka edhe te levorja, përveç që jekim këto pjesë që janë pak ma dëmtume. Karota përmban vlerat ushqyse të jashtëzakonshme, një prej përbërësve kryesor është beta-karoteni, kjo pigmenti ngjyrës së portokallët, përmban beta-karoten që në trup konvertohet në vitaminën A, që është shumë e rëndësishme për komplet organizmin, po në përgjithësi i keni ka harrot, do më thonë pas kemi u gëzu. Është e rëndësishme shumë për sy, për shëndetin e syve, për bërja e vitaminës A të karota. Thonë ko ka qaq e fort, so që edhe kur po prejet, karotat i prejmë format që shdo që ju pëlqen ose ju përshtatet, ma të vogla ma mirë për shkak që është pak ma e fort, edhe normal që zijet ma nga dalë, e për mes me vënu taven, e bujmë pak ma tolla. Ky kombinim, dhe më thënë e thamë që vitaminën C është në mos madhe të komplet këto perime, edhe pse gjatë zirjes vitamina C degradohet pak, po faktikisht nuk degradohet në mos të madhe. Fibrat i kemi të mjaftueshme, karbohidratet komplet janë komplekse edhe të mira, edhe gjithashtu edhe proteinat. Këtë vakt, unë qëllimisht nuk e kom potencu pjesën e bukës, për arsye që nuk na nevojitet. Nuk preferohet me hongër bukë me një tavë tillë, për arsye se vlerat ushqyse të gjitha janë të nevojshme. Thjesht nuk keni nevojë me shku me prit në radhë me vlepi talka. Gjithashtu edhe patatet, për shkak që është patate e re, nuk ka nevojë me qëru, edhe pataten e bëj direkt. Kjo tavë më parashihet për diku 3-4 persona, kështu që i shtojmë 2 patate, që i bën gjysmë patate për person. E pastrujmë mirë, do të thonë komplet levorën, i pastrujmë edhe nëse ka ndaj kështu mbetje, ose ku ka prerja e hekim qatë pjesë. E rëndësishme shumë është që patatja mos më qenë mbime, sidomos është një
disa plot ullumtime ka që nuk është e përshtatshme mu përdor të gratë shtatzana, patotja që ka fillu me mbi, për shkak që kalon toksike. Është e dëmshme për frutin. Më thana format e patates sipas dëshires, pastaj vazhdojmë me preshin. Në këtë rast nuk I qesim qep për shkak se kemi preshin edhe I marrim vlirat ushqyese të mjaftueshme prej preshit. Se disa shfrytëzon një preshin ama unë këtë sezon e kam ndër perimet më të preferume, edhe për supa, edhe pse ndoshta te supat met ajo sasia e forma nuk është shumë e përshtatshme, se s'është bluhet edhe shumë mirë, edhe nuk bën me qëndru shumë gjatë se I prishet ajo aroma. Realisht kjo është një ndër tava që duhet mu pregadit, edhe mu hungër me një herë, nuk preferohet mu rujt. Për këtë arsye, me pas shumë kujdes të sasia, mos me bo sasi shumë të madhe. Në një përparësi të preshë është që nuk djegin sytë, në krasim me qepën. Tash shtoj magdanozin, nëse veç t'keni të freskët, moni me shtu magdanoz në fat, unë e patat freskët edhe shrydova me shtu të freskët. Magdanozi jep shije dhe aromë, po gjithashtu jep edhe vlira ushqyese, me minerale që I përmban, gjithashtu është shumë e rëndësishme për funksionin urinar. E dim që gjatë ditës Ramazan rrim komplet pa ujë, edhe kjo është shumë e rëndësishme me shtu në smoothie, qoftë në ujë, qoftë kudo që e keni mundësi. Atëherë unë jam shumë adhuruese e kripës, pishtoj me mas paka shumë, edhe pse nuk preferohet sasi shumë e madhe e kripës gjatë Ramazanit, sidomos në syfër, në iftar bën për shkak që përmban minerale, po jo sasi shumë e madhe, sidomos ata persona që vujnë prej hipertensionit, edhe kësaj kemi mështu vetëm edhe vaj ulliri. Edhe kuptohet sosin. Nëse veç I kishim fërgu, paraprakisht, për ata që ju pëlqen, atër ne preferoj mi fërgu me gjalp ose të lynë të lopës. Thonë gjyrat janë fantastike. Edhe shtojmë sosin. Vishin se në di që s'bën më anku që s'po kena ku me pregadit shëndetshëm, se ma shëndetshëm edhe ma shpejt si që kjo, s'di ku ka me shku. Tava është gati. Shqyr që s'është të saranda, sa hala pa uzi, e kishë ju ere. Ta shkoj me pregaditjen e mishit. Qëllimisht e largova drasën, për shkak që në drasën që pregaditen perimet nuk është e përshtatshme ose e kundërta që pregaditet mishi, nuk është e përshtatshme mu pregadit edhe mishi. Dhe më thënë asë njëherë mos mi bo bashkë. Ndrojmë edhe dorëzat, për shkak që I kemi zhyt me perime.
Edhe në këtë rast unë mishin kom dash me bu në formë qoftëve, amo tepër thjesht, ju normal e përgatitni sipas dëshirës. Krejt që i shtoj unë është pak miell misri edhe krep. Tash i shtoj shumë pak vaj ulliri. Ky është mielli misre që është ma shumë i blume, për shkak me kap qofte. Këto afërsisht një lugë e mesme ose 2 kështu, mjafton. Po të njëjtën kohë e kombinoj edhe me miellin e misrit, që është kështu normal mielli i misrit i blume normal. Po vetëm një lugë mesme, mjafton. Nuk do është ta mishtu qep, gjona tjera, ju mundi mishtu me lmesa, magdanoz, ka do që ju pëlqen, po për shkak që kom shtu ka perime, ka vlira ushqyset mjaftueshme te tava, mjafton kaq. Mundeni me shtu edhe mishin, jo në forma që shdoni, ban me shtu edhe direkt te tava, ban me bu në formë qofteve. Kjo është alarmi vitaminave të mia. Që vitaminat preferohet, masi vetë që buni alarmi, preferohet mi përdor mas iftarit, ato që janë për shembull magneze, kalciumi, për shembull omega 3, po në këtë rast vitamina D3 preferohet mu marrë në syfyr, edhe krejt vitaminat edhe mineralet, për shembull probiotik, kombinimet e vitaminave preferohen mu marrë kryesisht në syfyr. Ato që janë liposolubile preferohen mu marrë për shembull me një vak si kë, që përfshihen për shembull omega, A, D, E, K zakonisht, preferohen mu marrë me yndyrna që të shëndetshme si kombinim. Edhe pse jo mana i ka Gjakoba dhe kërsen, senet i bëjt mdoja, qoftet jenë mdoja, nuk mu i mi bu senet e vogla. Që mishin e bani si pas dëshires, kuptohet kjo tavë mënet mu bu edhe me misht barth, edhe me tunë, me çka do që juve ju pëlqen, mëni mi bu qoftet në damas, po ideja është që me marrë shijen e perimeve, këm preferu mi bu në këtë formë. Kështu që tava e iftarit për sarandën, besoj që ka me qenë ideale. Edhe mos me nava në ku që s'ka mujtë mi provu në këta. Më thonë kjo është. Edhe kalojmë furrë. Furrën e kemi nxej paraprakisht. Edhe dikon për 40 minuta më varet derisa të zihet karrota kryesisht. Çfarë ere, shëgjër që sërëronda se ja kësha prish Ramazanin. Veç këshërna. Më thonë tava është gati. Për dëshirën e sarandës, si kom shtu hala ujë, realisht edhe një gotë ujë, dikon një 200 ml, për me kanë sa ma langshme, po të njëjtën kohë për deri sa në këtë vakt iftarit nuk kemi përgatitur supë, atëherë preferohet që gjella me kanë pak ma
e lëngshme. Më thënë, është një iftar ideal që kishim mujtë me pregadit shumë shpejt edhe një prej vakteve më të shëndetshme për familjen tuaj. E kombinume me lakën turshi edhe salat të laknës. Kish me qenë ideale edhe për probiotik, edhe për prebiotik, edhe për vitaminat e mineralet që na duhen, edhe vlerat ushqyese që na duhen për një iftar. Më thonë, kaq kishim për sot. E juve ju boft mirë iftari, ju boft mirë kjo tavë nëse veç e provani. Realisht të na nga ana Dugaxhinit tavës me perime i thojmë jallanxhe me qofte, kështu që se di që thuni jo. Ju boft mirë iftari edhe mos harroni të na ndeqni në emisionet e radhës, gjithashtu të gjitha recetat. Çdo recetë që kemi bërë këtu i gjeni në YouTube të Familja Jon, në Instagram, Facebook Familja Jon, gjithashtu edhe të Melinen. Çdo kërkesë që e keni ose dëshirë për recetat e radhës, mos hezitoni me na kontaktu, njëjtë si kjo prapë dhe na kemi me realizu. Mbeqi me shëndet plot dhe vazhdoni të shikoni televizionin, Kanal 10, televizionin e gazetarëve.